Pse nuk duhet ta ruajmë vajin e ullirit në raftet nën lavaman? Vaji i ullirit është një përbërës i dashur, i njohur për shijen, vlerën ushqyese dhe përfitimet shëndetësore. Megjithatë, është thelbësore të ndiqni disa rregulla themelore të ruajtjes së vajit të ullirit. Në të kaluarën, familjet e ruanin vajin e ullirit në kavanoza të mëdhenj në dhomat e magazinimit të shtëpisë. Këto hapësira zakonisht ndodheshin në bodrum dhe ishin ideale sepse ishin të errta, të freskëta dhe larg lagështirës. Në ditët e sotme, shtëpitë moderne nuk kanë gjithmonë hapësira kaq të mëdha magazinimi, prandaj rekomandohet që vaji i ullirit të ruhet në një vend të freskët në 10-18 gradë Celsius dhe të errët në shtëpi, duke shmangur zonat me lagështi si për shembull nën lavaman. Për më tepër, nuk duhet të ruhet në banakun e kuzhinës, veçanërisht nëse është i ekspozuar ndaj diellit, pasi nxehtësia dhe drita përshpejtojnë përkeqësimin e tij. Po aq e rëndësishme është edhe zgjedhja e paketimit të duhur. Oksidimi i frutave fillon që në vjelje dhe vazhdon gjatë ruajtjes. Prandaj mbushja e vajit të ullirit në shishe me ngjyrë të errët luan një rol vendimtar. Ngjyra e enës mbron produktin nga rrezatimi ultravioletës dhe ndihmon në ruajtjen e freskisë dhe përbërësve të vlefshëm të vajit. Edhe pse çdo enë qelçi e errët qeramike ose çelik inox është një mundësi e shkëlqyer paketimi, enët jeshile, kryesisht qelçi, përdoren gjerësisht. Arsyeja është ekzistenca e disa prodhuesve të qelçit jeshil, të cilët e bëjnë atë lehtësisht të disponueshëm për përdorim. Si ta zgjidhni një vaj ulliri të mirë? Shmangni shishet plastike, pasi ato janë më poroze dhe lejojnë dritën të kalojë në të, krahasuar me ato prej qelçi, qeramike ose çeliku inox. Disa studime kanë treguar se paketimi plastik mund të transferojë mikroplastika në produkt. Zgjidhni shishe që ruhen në një vend të freskët, jo në raftin e sipërm të supermarketit dhe nuk janë të ekspozuara ndaj dritës ose nxehtësisë. Sigurohuni të kontrolloni datën e vjeljes në paketim përpara se ta blini atë.